Koalicioni Vlen përshëndet opinionin pozitiv të Komisionit të Venedikut për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat të prezantuar nga zëvendës kryeministri Arben Fetaj, të cilët thonë se kjo jep dritje shile procesit që mbyll një pritje 24 vjeçare. Vlen thekson se për 24 vite kjo çështje është përdorur dhe stërpërdorur për retorikë dhe kalkulime politike, pa u kthyer kurrë në zgjidhje ligjore, ndërsa shtojnë se Vlen po e mbyll këtë kapitull duke shndruar përfaqësimin e drejtë në ligj. Ky ligj është dëshmi se kur ka vullnet politik, parimi i përfaqësimit të drejtë nuk mbetet në fjalë, por shndrohet në ligj. Përfaqësimi i drejtë po ecën përpara, i bazuar në standarde evropiane dhe në parimin e meritokracisë. Një ditë më parë, delegacioni i qeverisë Maqedonisë së Veriut që mori pjesë në seancën e Komisionit të Venedikut ka sqaruar që ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat ka marrë vlerësim pozitiv nga Komisioni i Venedikut. Delegacioni përfaqësohej nga zëvendës kryeministri Arben Fetaj, profesoresha Tanja Karakamisheva Jovanovska dhe profesori Jeton Shasivari. Arben Fetaj përmes një statusi në Facebook shkroi: "Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat po bëhet realitet 24 vjet pas marrëveshjes së Ohrit. Vlerësim pozitiv nga Komisioni i Venedikut, punë, jo futboll në zyrat e shtetit." Gjykata kushtetuese e RMV-s më 9 tetor 2024 me shumicë votash vendosi për shfuqizimin e balancuesit, i cili ka rregulluar përfaqësimin e drejtë të komuniteteve në administratën shtetërore, që atëherë nuk ka zgjidhje ligjore që garanton përfaqësim të drejtë dhe adekuat të qytetarëve gjatë punësimit të tyre në institucionet shtetërore.